Vazhdon modeli i tenderëve korruptiv i ish-drejtorit Pirovëngu, marifeti i përdorur për të justifikuar dhe fshehur dardhat pas shpine. Edhe një vit pas largimit të Pirovëngut nga drejtimi i portit detar të Durrësit, atje ka mbetur dhe vazhdon të zbatohet modeli i tij korruptiv nga drejtuesit aktual, disa prej tyre ish-vartës të tij, me të cilët është bërë baterdia në financat e portit gjatë viteve 2019-2024. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 6 tetor 2025, drejtori i portit detar të Durrësit, Kreshnik Bajraktari, ka publikuar njoftimin për zhvillimin e tenderit me objekt, marrje me qira makinerish Rich Staker dhe kamionësh për terminalin e kontejnerëve. Tenderi është me vlerë 1 miliard lekë me TVSH dhe parashikon një kontratë qiraje për një vit përdorimit makinerive dhe kamionëve, dhënë firmave Albanian Stevedoring Company dhe Çela Trans Rahim Çela, person fizik, të dyja me adresë në territorin e portit të Durrësit. Sipas informacioneve, ky tender me vlerë 1 miliard lekë është fiktiv, pasi porti detar i Durrësit posedon vetë makineri Rich Staker dhe kamion për përdorim në terminalin e kontejnerëve. Por kur ekziston liria për të zhvatur, bëhen tender të tillë me qira për mjetej që porti i ka në pronësi. Në njoftimin e tenderit nuk bëhet e ditur sa kompani kanë marrë pjesë në garë dhe nëse ka pasur pjesëmarrës të tjera apo jo. Nuk jepen as vlerat e ofertave, pasi procedura është zhvilluar vetëm me 2 kompanitë e bashkuara, të cilat edhe u shpallën fituese. Nga 1 miliard lekë me TVSH, që ishte fondi limit, kontrata u lidh me vlerën 547 milion lekë për të krijuar përshtypjen false, sikur drejtuesit e portit detar Durrës janë kursimtar dhe i dhimbësat buxheti i shtetit, duke pretenduar se kursyen 450 milion lekë nga fondi limit. Në fakt, drejtuesit e portit kanë ndarë fondin në 2 pjesë, duke deklaruar vetëm gjysmën e vlerës së dhënë, ndërsa e gjithë procedura është fiktive dhe me dyshime të forta për vjedhje, pasi porti paguan për marrjen me qirat makinerive dhe kamionëve kur ka mjaftueshëm të tillë në pronësi.